Sirën e intervistës jam lidhur drejt për drejt me zonjën Ilda Zhulali. Zonjë Zhulali, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Janë mbyllur raundi i parë i zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut. Rezultatet që vijnë prej ande në fakt kanë bërë një jehon në të gjithë trevat shqiptare, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri është folur për ato rezultate. Do të flasim për këtë rezultat që duket se shenë një rënje Ali Ahmetin, figurën e padiskutueshme politike deri sot Maqedoninë e Veriut në pjesën shqiptare, një fitore masive të VMRO-s kudo në Maqedoninë e Veriut, dhe flasim pastaj edhe për arsyen sepse janë ndjekur me vëmendje edhe nga të tjerë, sepse ka një farë ndarje të perceptueshme në botën shqiptare, që do ta quaja Kurti, Rama, po mund ta shtjellojmë pastaj se çfarë është kjo ndarje. Po së pari flasim për zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, si pati ato, si përkthehet ky rezultat? Po, gjëja e parë që na bën përshtypje në Shqipëri është që u zhvillua një proces normal. Po, kjo na bën gjithmonë përshtypje. Dhe në këtë kuptim, Maqedonia e bashkohet Kosovës si dy vende që zhvillojnë procese demokratike, zgjedhore, të pakontestuara, pa probleme, ndryshe nga Shqipëria edhe Serbia, të cilat janë dy vendet më problematike në zhvillimin e zgjedhjeve në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kështu që gjëja e parë për çdo qytetar shqiptar që jeton në Shqipëri është që u zhvillua një proces pa probleme, i pakontestuar dhe që përfaqëson realisht vullnetin e lirë të qytetarëve në Maqedoni, të cilës do etnie qofshin ata. E dyta, pastaj vijnë edhe rezultatet që na praket paktën që kemi deri tani, dhe duket se kemi një konsolidim të pushtetit të VMRO-DPMNE-s, e cila është vetëm në vitin e dytë të qeverisjes, pra nuk ka patur një luhatje të madhe nga fitoria në zgjedhjet e përgjithshme, ndërkohë që nga ana tjetër ajo parti që duket se situa qëndron në anën tjetër të ekuilibrit është NSDM-ja, sepse duket se këto zgjedhje u ndan në një garë mes maqedonasve mes vetes dhe shqiptarëve mes vetes. Ky është të paktën perceptimi i përgjithshëm dhe kështu edhe po trajtohen rezultatet deri tani, përfshirë nga vetë partitë politike në Maqedoni. Dhe LSDM-ja ka patur një humbje shumë të madhe dhe në këtë rezultat saj katastrofik duket se ka ndikuar dhe partia e re e Majta, Levica, që ka hyrë në skenën politike, por në të njëjtën kohë LSDM-ja ka marrë dhe në një farë mënyrë dhe koston e qeverisjes së saj, po edhe koston e marrëveshjeve që ka arritur për gjatë viteve që qëndroi në pushtet, qoftë me Greqinë, qoftë me Bullgarinë, që ka pasur edhe një vëmendje të shtuar veçanërisht gjatë 2 viteve të fundit në Maqedoni, përsa koha ajo vazhdon të jetë bllokuar në procesin e saj të antarësimit në BE. Ndërkohë që tash pushteti i VMRO-DPMNE-s ka një konsolidim, në shifra totale nuk ka një numër më të madh të votuesve, sepse në përgjithësi numri i votuesve ka patur një rënje, dhe kjo është reflektuar pak a shumë në të gjitha partitë politike, por si pozita politike, VMRO-DPMNE-ja duket të konsoliduar. Ndërsa në anën e partive politike shqiptare, ajo që u vure edhe në zgjedhjet e fundit, një pluralitet në skenën e partive politike shqiptare me partinë Vlen, duket që vazhdon dhe kjo drejt rrugës së konsolidimit me numrin e komunave që ka fituar deri tani, por dhe të tjerave që shkojnë drejt balotazhit, por që duket se Vlen ka një epërsi dhe pavarësisht se në numër total BDI-ja ka një numër më të madh votash, përsëri në numër të komunave të paktën deri tani, siç thuhet, Vlen ka një lloj epërsie. Po ashtu bën përshtypje veçanërisht për shembull gara që ka pasur mes dy figurave të larta politike, si Osmani, që ka qenë ish zëvendës kryeministër dhe ministër në qeverinë dhe i partisë së BDI-s, me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e mjedisit aktual, që ishte i koalicionit Vlen, kur ky fundit duket se do të fitojë edhe zgjedhjet atje, sepse zoti Osmani, me sa lexova edhe në media, ka pranuar humbjen në një farë mënyrë dhe ka uruar edhe zotin Mexhiti që i fitoi këtë zgjedhje në Çajir. Kështu që ka një zhvillim relativisht të ri, le të themi, në skenën politike të partive shqiptare,
dhe zoti Ali Ahmeti, i cili ka dominuar për pak 20 vitet e fundit politikën e shqiptarëve atje, ka marrë një goditje në një farë mënyre, gjë që edhe pritej, nuk ishte surprizë, pritej, megjithëse nuk dije për masa deri ku do të shkonte. Por shiko, ky është një rezultat që mund të lexohet në dy mënyra. Nga njëra anë duket që shqiptarët duket si të ndarë me njëri tjetrin, pra ti nuk ke një maksimizim të votës shqiptare. Por nga ana tjetër, pluraliteti i partive politike atje unë besoj që mund edhe t'i bëjnë mirë, edhe i bën mirë edhe shqiptarëve, sepse dhe ata kanë të drejtën të zgjedhin, pra nuk është se shqiptarët nuk duhet të kenë asnjë alternativë. Duhet të jenë në të njëjtën parti vetëm se janë shqiptar. Kanë dhe ata drejtën të kenë mendime ndryshme. Dhe ajo që do ishte e rëndësishme është